Fjalët që peshojnë më shumë se gjithçka. Ka ditë kur fjala merr peshën e veprës. Nuk është fjala që niset vetëm nga gjuha, por ajo që ngjitet prej zemrës, që kalon përmes vetdijes dhe gjallërisë së shpirtit. E në këto ditë të mëdha, 10 ditët e para të Dhulhijhes, pejgamberi alayhi salam na mësoi 3 fjalë që nuk janë vetëm fjalë. Allahu Ekber, sepse asgjë nuk është më madhështore se ai. La ilaha illallah, sepse në gjithë ekzistencën vetëm ai meriton adhurim. Elhamdulillah, sepse çdo e mirë që kemi është nga ai. Këto ditë nuk kërkojnë shumë për t'u kthyer ka Zoti. Mjafton një gjuhë që përmend, një zemër që kujton, një shpirt që nuk harron. Kur je në rrugë, në shtëpi, duke punuar a duke pushuar, zëri yt mund të jetë lutje, mund të jetë dhikr. Mos e nënvlerëso një fjalë të thjeshtë, sepse në këto ditë ajo mund të peshoj më shumë se sa vepra që s'mund ta bëj dot. Kur të tjerët janë në haxh, ti mund të jesh në përmendje. Allahu i do këtë fjalë, dhe nëse ai i do, ç'të ndal të mos i thuash. Andaj, mos e humb këtë mundësi që e ke pranë.